Në parantezë po them këtë që unë mendoj se lideri i jashtëm i Partisë Demokratike dhe i opozitës shqiptare që ta trondis politikën shqiptare, ta bëj që Edi Rama ta marrë seriozisht politikën, sepse sot nuk e merr më seriozisht, sidomos me këtë rezultat që ka marrë, me parlamentit do tallet, dhe do duhet të jetë personi i cili do guxojë sot dhe di dalë përballë Sali Berishës. Nuk them që ta hapi luftë brenda Partisë. Pra kushdo që ta bëj këtë ju e shihni si kushdo që do të guxojë ti thotë Sali Berishës që Zoti Sali Berisha. Ti thotë Zoti Sali Berisha. Juve ju ka mbaruar mandati të qenurit kryetar në bazë të statutit. Prit. Pastaj vim aty te emrat. Flas në përparimin një herë. Që ta marrin vesh ata që na dëgjojnë se si mund të operojë dhe si mund të lartësohet opozita. E din këtë gjë në teori dihet. Ka një gjë. Ajo duhet dalë, kushdo qoftë, duhet dalë dhe thotë ti e ke mbajtur peng Partinë Demokratike, ose le mos ja thot me këtë gjuhë kaq të ashpër sa që them unë. Le t'ja latoj, t'ja ëmbëlsoj, t'ja bisedoj, po thelbi të jetë ky, që Berisha është në krye të Partisë Demokratike në mënyrë të paligjshme. Tani dhe sa kohë të duhet ty që të vërtetosh masakrën zgjedhore, siç thot Berisha. 1 muaj, 2 muaj, 6 muaj po, në momentin që ta mbarojmë do vëmë mjafat, dhe në momentin që mbaron grumullimi i fakteve, prezantimi i tyre dhe vijnë apo s'vijnë reagimet pastaj. Nëse vijnë reagimet ti dënojnë zgjedhjet shumë mirë, aty ti ke marrë legitimitet. Se në një formulë brenda, në një institucion brenda partisë që për raste të tilla që të gjykoj ka legitimitet Berisha për ta quajtur masakër elektorale dhe për të vazhduar të shkelë statutin, nuk ka. Pra të flasim siç janë rregullat e demokracisë, që bazohet në institucione. Por në rast se vjen Berisha për 6 muaj bie fjala merr nga Parlamenti Evropian, nga Departamenti i Shtetit, nga gjykata shqiptare, një përgjigje, një feedback të tillë pozitiv që është në të njëjtën valë me Berishën, që i konteston këto zgjedhje, atëherë po Berisha ka drejt. Dhe këtu pastaj diskutimin e gjejnë demokratë me forumet e tyre nëse do duan të vazhdojnë me Berisha apo jo. E bën këtë tabaku këtë gjë? Unë mendoj se nuk e bën dot. Pse nuk e bën? Nuk e bën dot, me aq të paktën sa që e njoh unë. Tabaku është shumë e mirë, do të thënë si një tekniciene, është nga më të mirat që ka Partia Demokratike sot aty, por tabaku nuk e ka dot këtë kurajo të përballjes me të mëdhenj, me gigantët. Tabaku është shumë e mirë që ti hapësh rrugën, ta vendosësh atje do ta bëj mirë atë punë, po ti hapësh rrugën. Në një farë mënyrë Lulzim Basha plus. Do të thënë që të jetë Berisha ai që se Berisha do gati, kjo tipimi i shkurt aty mohabeti dhe t'ja japi gati. Ose të ndodhi një aksident që Berisha të largohet për një arsye për një tjetër dhe pastaj tabaku futen në garë. Por nuk them se s'është vetëm tabaku aty. Më komento pak prapa skenën. Po, kush është tjetër potencial për shkak? Tjetër për mendimin tim. Aty ka shumë për mua dhe Ali Mehmeti është një potencial. Pavarësisht se tabaku Ali Mehmeti, dy më të votuarit. Tip introvert. Ata nuk janë thjesht dy më të votuarit. Ata janë modele se si qytetaria, si qytetarë shqiptarë, dhe sidomos krye qyteti, e duan në politikanin. Pra janë kontrasti i Sali Berishës. Për te këtyre dy emrave? Ervin Saliani. Patjetër kushdo tjetër domethënë që mund të jetë aty ka shumë figura Partia Demokratike. Mund të ndërmarr diçka në këtë drejtim Ervin Saliani kur të dalë, se shumë shpejt do dalë nga Qelia apo nuk e them dot. Kam përshtypjen që gjë e parë që do bëj Sali Berisha do t'i ofrojë një pozicion si nën kryetar partie, në sekretar. Salianin jo, unë e shoh Salianin. Si mund për dal kundër Berishës. Potencialisht e shoh. Realisht pastaj do të parë konjunktura në cilën do të jetë Partia Demokratike kur dal Saliani nga arresti dhe pastaj ambicet e vet Salianit, se nëse nuk e ka ambicet vetë personi. Çfarë prapaskene fshihet tek sulmi i Adriana Kalas prioritet e Bakut? Të them që është një xhelozimi disgrash, disgrash, nuk mjafton për të dhënë argumentin. Kështu që them që fakti që sulmohet Jorida Tabaku, pra sulmohet një model, se thash edhe një herë, Ali Mehmeti dhe Jorida Tabaku ishin modeli i kontrastit të Berishës. Këto nuk e durojnë dot. Dhe thash edhe këtë tjetër, ata nuk e kanë falur dot pozicionin. Është çështja e vendit, e hapësirës që kryhet brenda partisë. Janë dy modele që zbashkëtojnë dot njëra tjetrën. Totalisht personal i Adriana Kalas apo ka më shumë se kaq? Me aq sa e njoh fund mënyrën se si funksionon underground Partia Demokratike ka më shumë se sa kaq. Jorida Tabaku ishte. Që do të thotë mund të shkoj prapaskena deri te Berisha?
Po, besoj se po. Besoj se po. Po çfarë problemi ka Berisha me tabakun? Tash që është kontrasti. Do të thënë, ai nuk pranon dot të rriten figurat, të cilat ai nuk i ka në kontroll. Do të thotë, mund ndihet i rrezikuar? Berisha më vjen keq po e përsëris se kam përsëritur, e kam thënë në televizionet e tjera, por Berisha e ka ndërton gjithmonë, do të thënë, ngre pushtetin e tij mbi bazën e dobësive të bashkëpunëtorëve. Tek bashkëpunëtorët të cilët nuk gjen dobësi, pra nuk i kap, si mban dot, s'ka dosje, s'ka të dhëna, nuk i kompromenton, aty ai e ka shumë problem. E ka shumë problem, nuk ndihet rahat, sepse i shikon gjithmonë si rival, si alter ego. Se Berisha nuk e ka thjesht politik pasion, atë pasion politikën. Berisha e ka patologji politikën. Do të thënë, ditën që Berishës do t'i mbaroj, nuk do të jetë më në politik dhe nuk do të jetë më i pari politikës, jo thjesht të jetë politik. Atë ditë Berisha, do me thënë, është ndarë nga kjo botë, pavarësisht se fizikisht mund të jetë e mund të rrojë. Tani, shumë njerëz të tjerë, kandidatë Partisë Demokratike në Tiranë, morën goxha vota, duhet thënë, por fatkeqësisht nuk e morën dot mandatin. Për shembull, Muslim Urizi, një ndër ta. Por ka edhe të tjerë, sigurisht. Aulon Kalaja, është jashtëzakonshëm që ka bërë Aulon Kalaja, një aktivist i jashtëzakonshëm me zero lek, pa ndonjë rreth të fortësh, domethënë, nuk njihet për ty, unë kam pasur student, ekselent në vullnetin e tij, shumë i pasër dhe mbi të gjitha i qartë fare në konceptet se si funksionon demokracia. Dhe po paralajmërohet i jashtëzakonshëm për të ardhmen e Partisë Demokratike, nëse nuk do ta luftojnë, nëse nuk do t'i vënë shkelmin në gryq dhe atij, siç ka bërë Berisha me të gjithë ne që kemi qenë pa kapur prej tij. Qartë. Dhe po paralajmërohet që deri në shtator mund të ndodhin gjërat papritura. Për shembull, nga ata që kanë fituar për të qenë deputet edhe në shtator, mund të kenë llogari apo përplasje, apo mund të përplasen me drejtësinë për shembull. Dhe kështu lista bën firo nga fituesit dhe futen në parlament edhe këta që nuk arritën dot. Sikur të ndodhte kështu do ishte shumë mirë. Parashikon ndonjë situatë të tillë, ke pritshmëri të tilla për emra konkret për shembull. Spaku drejtësia mund duhet veproj dhe do të punoj. Unë nuk jam në fakt në çështjet e informacionit brenda partisë Muslimi Mamer. Ka shumë informacion, e njeh rrethin e njohjes se ka të jashtëzakonshëm. E ka ndihmuar shumë fakti kur ka qenë në Komisionin e Sigurisë në Parlament në 97-2001 dhe Muslimi ka më shumë informacion se unë. Pra më shumë, nëse do shtoj në një gjë, do ta prish, kështu që ta lëm me aq sa ka thënë Muslimi në këtë aspekt. Pra ai ka informacion që do të ndodhi, domethënë do të goditen deputet që ka futur Berisha në listë të mbyllur ose të hapur, nuk e të hapur s'është se ka fituar njëri, por në listë të mbyllur dhe kështu do të jeni rradha Muslimi Urizi dhe uroj të ndodhi. Të vjen keq për ndonjë emër në veçanti që nuk arriti të futej në parlament, për ndonjë emër ose ndoshta nga ata që kanë fituar dhe që nuk do doje të fitonin. Po, kam shumë patjetër. Emra konkret kam shumë. Për shembull, Andi Mustafaj do doja të ishte, pavarësisht se s'më pëlqeu momentet e fundit fushatës e teproj me këto pantonimën, domethënë. Okej, të mos zgjatemi shumë tek emrat, nga një koment i shkurtër. Do doja të ishte në parlament. Akil Kraja do doja të ishte, Aulon Kalaja pa diskutim që do doja të ishte. Janë shumë të rinj edhe të reja tjetër. Po ndonjë nga ata që ka fituar dhe që sigurisht që ka Muslimin e quajmë të miqën, ëh? Jo. Në preferencën time. Flas nga ata që kanë fituar dhe që ti nuk do doje që të ishin. Kanë fituar, domethënë kanë fituar se kanë qenë listën e mbyllur. Fillojmë nga Gjirokastra, domethënë. Aty në Gjirokastër Sali Berisha ka bërë krim. Jo pse e vendosi vetëm këtë radhë, domethënë. Të vendosësh të njëjtin person 3 herë, kur nuk ka pikë në lidhje me atë. Pa diskutim. Shumë njerëz mund ta marrin si konflikt interesi, por e kam kaluar atë emocion. Sepse natyrisht ai në 2017, në 2021 atë vend ma mori mua, Sali Berisha, jo Tritani. Dhe Lulzim Basha bashkë me të i punësori i Sali Berishës. Sepse demokratët e Gjirokastër nxorën mua në atë kohë, po mund të nxirrin edhe dikë tjetër. Pra kishin nevojë për një figurë lokale. Se si figurë lokale Vangel Tavo nga 0 vota që kishte Lëvizja Socialiste për integrim, arriti të barazonte Partinë Demokratike në numrin e votave në qark. Sepse ato janë mësuar me figurë lokale, duan të është qark i vogël, të gjitha e njohin njëri tjetrin dhe duan të kenë një lidhje shumë të afërt, shumë të ngushtë. Personi në fjalë, pavarësisht se është një intelektual, profesor, ka merita në politikën
e Partisë Demokratike në të shkuarën e ka bërë punën e vet, i ka mbaruar kilometrat ajo makinë, i ka bërë kilometrat e veta. Kështu që vendosja e tij kur nuk ka asnjë rreth aty, nuk ka dhënë asnjë lloj kontributi që ajo parti të rritë, përkundrazi, i kanë shtrydhur, i kanë pirë dhe pikën e gjakut të fundit të asaj partie derisa arritën në minimum sikur në shtëpi të rinte, këtë radhë mos shkonte fare. Mandatin do ta merrte se janë ai demokratë që dalin nga shtëpia dhe të shkojnë të votojnë për Partinë Demokratike, siç kanë bërë në 97-ën. Pra ai demokratë janë 11.000 veta që morën vota këta, janë aty. Do të thënë laj thaj ata do të jenë në çdo kohë. Kështu vazhdojmë edhe në listën e Tiranës. Gjithë listën e Tiranës, po ta kisha në dorë, nuk do ta vendosja më. Sepse me përjashtim në një përjashtim të vogël, nuk mund të them për Belind Kılliçin dhe atë çunin e Fariballiut, më thuaj Klevis Balliun, sepse tek e fundit janë të rinj dhe kanë bërë disa akte, domethënë. Por për të tjerët nuk do t'i vendosja më, ose do vendosja në listë hapur, të shkonin dhe të merrnin votën. Por Sali Berisha e bëri engas këtë punë, sepse donte që të kishte besnik të vet, dihet, është. Po kështu dhe në qarje të tjera, krerët e qarqeve. Për çfarë duhet ta çonte Luciano Borxhi në Shkodër? Ç'lidhje ka? Nuk ka Shkodra një që ta drejtoj me gjithë respektin që kam për Luçin. Ta vendosen në Elbasan atje ku është. Vota ka marrë Luciano, ka qenë i votuar, do vazhdonte prap. Bileti ishte në listë hapur, jo në listë mbyllur. Dhe mos vendosja e Dash Sulës është gabim. Dash Sula duhet të ishte në listë dhe duhet të ishte sepse Dashi është një operator lokal i jashtëzakonshëm dhe njeh sociologjinë politike të zonës. Sa përqind beson tek fakti që pretendohet nga Partia Demokratike që 11 maj ishte një farsë elektorale? Kur ju po bëni këtë pyetje tani, po mendoja të thoja diçka tjetër ta plotësoja të parën. Ishte fakti ne ko diskutojmë po të ishte ai, po të ishte ky, kush do fitonte, sa vota do merrte, kush do dilte i pari. Zgjedhjet i shiti Sali Berisha, votën, domethënë fitoren e Partisë Demokratike demokratët ja kanë Borxh. Me kodin zgjedhor që bëri dhe me listën që bëri. Që në moment që ndërtoi listën Berisha u dha mesazh të gjithëve që nuk synonte fitoren. Dëgjoj, në të gjitha palët e zgjedhjeve që janë bërë në Shqipëri nga 91 e këtej, gjithmonë partia që është në pushtet i ka krijuar vetes avantazhe të papara për te asaj normës së pranueshme që është një 5% që pranohet edhe në perëndim. Që ai që është në pushtet i ka si benefite për fakt se është në pushtet, duam s'duam i ka këtu. Këtu ka përcjellë kjo, këtu vihet gjithë administrata në dispozicion të zgjedhjeve. Imagjino janë falur, nuk janë thirrur, domethënë nuk janë mbledhur as taksat, as tatimet gjatë asaj periudhe, 2-3 muajt e fundit. Ka vajtur borxhi domethënë në shkallë sipërore, domethënë si asnjëherë tjetër. Dhe të gjitha veprimet që bëri Edi Rama me faljet e gjobave, me licencat që dha, me lejet të ndërtimit, gjitha këto kanë ndihmuar për të marrë vota, pa diskutim. Por diferenca është e jashtëzakonshme.